Që më gak më mbaj. Po, pra, po, e mirë ti. Para që në të është apiku në vëpër të ishë apiku e. Instinkti i jetës është një saj që të marrë vizet për të vjetuar edhe. Në një dorë shumë si të mund ta. Një duket shumë mirë. Kjo është struktura që do bëhet kohë. 17 ditë në të jashtë, do të kemi vjetë në 4 pashë e gjysë. Po, kjo është pjesë e shkollës kryesore. E ple apo jo? Erdi momenti shpëritor, tani do më fusin në operimin komplet e blokuar. Non prendere, no? Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Me një dashuri të re, me një dashuri që nuk di se si ta shpjegoj. Du të arrit vetëm kështu me këtë, mos të bëj as edhe një lloj gjëje tjetër. Edhe po, ky është Matias. Nuk po e tregojmë akoma fytyrën, sepse mami do që ta bëj vetëm për veten e vet. Edhe do të tregoj më vonë fytyrën, ja tani se është como i bëhet skele. Edhe jemi në ditën e tretë këtu në spital. Nuk ju kam hapur fare sepse do me thënë jo nga që bëra një lindje me cesarian edhe kisha problem do me thënë të ngriturin, të ullurin edhe nuk isha
vetvetja, sot jam më mirë, por do bëjmë edhe më mirë. O zot, që e kam. Dhe nesër do dalim nga spitali. Oj, drita ime. Shiko që kësa flok që kemi. Si kani në që kësa flok kemi. Jetë. Kështu edhe ja tani do t'ja për të pirë. Matias nuk po zgjojt në gjumë. Do të flej. Dhe do i hap sërisht më vonë. Si tani bërim këtu të dy. Pa gjatë. Gjumashi. Shikoni nga e kemi dhomën, e kemi nga doti, nga deti. Edhe kur lind dielli në mëngjes, sa bukur duket këtu. Por unë s'kam bërë asnjë foto dhe video. Hej, po më shikonin në këti gjëndi kështu të rënduar, si jam absurd i madh, me zi pa presta vetë në shtëpi, që edhe shikoni që dolëm nga spitali më në fund. Edhe jam në një gjëndi shumë ekstrem të keqe, si kam flokët, me zi pa presta vetë në shtëpi të lahem, edhe jemi transferuar këtu mbas tani. Si më duket, mua tani do betoj që jam këtu bas, si kur më kalon pas dore. Edhe ja, Matias është këtu, se nuk duat që t'i kap fytyrën. Edhe shqyqyr u qetësua pak tani, se vetëm po qante, kemi 2 orë që na kanë thënë ato letrën për të dalë nga spitali. Edhe Matias donte vetëm të pinte. Edhe pinte, flinte, edhe 2 orë gjatë këtë proces. Si që edhe dëgjoni. Oh, zot, kështu. Po i mbyllim edhe po hapim kur të vemi në shtëpi tani. Kemi dalë gjiro sot, dalë jonë e parë me bebushin. Dhe tani po ikim në shtëpi. Do ikim në shtëpi, pa mbaj kështu për telefoni, sepse kam bebushin, kam karroce, edhe po e shtyp. Edhe kam për të bërë edhe konfetit sot, që jam veshur, sepse kam shkop. E për thoshe që kam për të bërë konfetit dhe do t'i bërë pastaj. Edhe të bëjmë bashk. Edhe do rrisisëm disa gjëra aty në shtëpi dekore. Edhe që t'i kem gati, më fila kur të vi njerëzit. Për mbyll dhe për hap në shtëpi. Sa po erdhëm në shtëpi edhe ndërrova vesha bizamet, sepse s'po pia gjatë. Edhe tani do vazhdojmë të bëjmë konfetit. Ose se dori të qesu. Edhe tani s'dim nga t'ja fillojmë. Sepse prita vë për që të duke mirë, jam këtu të krevati. Prap nuk dukem. Atëherë kemi këto
lullet e thata. Nuk po më vjen emri se çfarë quhen. Janë këto. Po i lë këtu të hapura që t'i kem më praktike. Kemi dhe këto bëshjellët, janë super bukura këto. Edhe këtu kemi 2 pako me këto karamelet dhe i ka marrë kështu në formë ylli. I ka marrë në bëshjell dhe në të bardhë. Edhe tani do... Ja, këto janë dhe të bardhët. Dhe të bardhët i ka marrë kështu me yje. Atëherë kemi këtu. Kemi... Po i hapë që kjo të regoj. Atëherë, është kjo pasqyra. Kështu dhe lexon Benvenuto Matias edhe një zemër, por nuk po dallohet. Pasqyrohet ajo sepse është shumë bukur. Edhe ka dhe këto triangull e veta. Dhe kemi dhe këtë shportën që do t'i vendos në salon. Kemi dhe këto pylle që do t'i vendosim kështu. Nuk e di si janë. Kështu, po. Ja, si kemi. Edhe tani fillojmë punës. Atëherë, unë tani do t'i provoj që t'i vendos kështu. Nuk e di se si do duken. Por, po i hap se këto bëshjellët i hapa. Edhe po hap edhe këto të bardhat. Po i hap dot. Pas ka një këtu që hapen direkt edhe unë po bure ako. I ka provoj njëna këto se si janë. Se nuk i ka provuar. Që është super mira. Ok, këtu tani s'kemi gjë tjetër për të vendosur. I mbyllim. Nuk po duken mirë aty. Ok, ja kështu. Edhe tani do vendosim një lule të bardhë dhe një lule bëshjelli. Tani këto se si do t'i vendos nuk e di. Janë të zjerë. Edhe këtu nuk e di se ka do janë. Thjesht këto të të zjerë, këtu nuk e të ka do janë. Hapin këtë që është në fakt. Do mundohem që ta lë diku këtë kamerën që të më shikoni. Ok, shpresoj këtu të duken pak më mirë, pa duken më mirë. Këto vetëm që jam unë kështu, por s'kam çfarë të bëj, s'kam si të rri ndryshe. Edhe ja, i vendosim kështu këtu, i barazojmë, edhe i lidhim.
e bëj edhe fjango. Tani këto lulet nuk di se si do t'i vendos. Ok, ja kështu. Tani këto nuk e di se si do t'i vendos, se si do t'i kap këto që mos të lëvizin. Këtë e vendosa, do vendosim edhe këtë tjetrën. Nuk di se si t'i vendos. Po thuj se jemi drejt fundit, do me thënë këto kanë mbaruar, por janë për të vendosur edhe këto, edhe lulet, edhe këto kanë mbaruar, edhe kanë dalë kështu. Kanë dalë super të bukura, por si kemi mbaruar akoma. Nuk kanë mbaruar akoma këto, sepse Matias nuk të lë, edhe prandaj vajte një 3 ditë edhe akoma nuk kanë mbaruar. Edhe ja tani po vazhdojmë sërish. Po flas kështu me zëtullët, se po fle Matias nuk e ka problem për zhurmat, sepse unë des edhe fshisën me korrent. Edhe nuk zgjohet. Por problemi është që rri shumë zgjuar natën, edhe ditën pothuajse në mëngjes është i qetë, fle, pastaj fillon grindet, fle prap. E njëjta gjë kështu. Edhe tani do vazhdojmë sërish me këto konfetit. Sot jam edhe pak si kështu, si me dhimbje koke, sepse kam qenë 3 ditë me temperaturë nga gjoksi, edhe jam shumë e kutur. Shpresoj t'ja dalin. Zoti i madh, thosha në fund të shtatzanis kur do mbaroj, por që ka më e vështirë gjiri se sa jo shtatzania, do me thënë. Dhe shtatzania ka pas ato shumë problemet e veta. Por gjiri që ka një dhimbje shumë e madhe. Edhe shpresojmë t'ja dalin me sukses kësaj gjëje. Kështu dhe tani do vazhdojmë me këto konfetit edhe shihemi më vonë.